Zotëri Kurti, sot filloi konferenca ndërkombëtare punët, Future Minds 2026. Se vlerësoni mbajtjen e kësaj konference në ditën e parë dhe pse vendosët ta bëni një gjë të tillë, pra në bashkëpunim me një organizatë ku Kosova për herë të parë është partnere e kësaj konference? Kjo konferencë është vjetore tradicionale, e kësaj radhe partner në bashkëorganizim është Qeveria e Republikës Kosovës, me qrast shumë biznese nga Gjermania dhe jo vetëm, dhe një sër biznesesh edhe nga Republika e Kosovës, kanë mundësinë që të diskutojnë së bashku në panelet të ndryshme dhe gjithashtu të krijojnë kontakte e lidhje të reja bashkëpunimi në mënyrë që ndërmjet Gjermanisë në përgjithësi e posaçërisht këtu në Nordrhein-Westfalen të kemi përfaqësi më të mëdha të Republikës së Kosovës sa i përket eksporteve tona, sa i përket produkteve tona, por gjithashtu edhe të tërheqim investitor në vendin tonë. Jemi këtu në kështjellën Bensberg në Köln dhe unë pata kënaqësinë që ta bëj hapjen e kësaj konference, e këtij forumit të biznesit, i cili mbahet, siç e thatë edhe ju, me temën Future Industry Minds, do të thotë mendjet e industrisë së ardhshme, dhe kur kemi parasysh që në Kosovë kemi një rritje ekonomike për rreth 4%, kur po rritet të qarkullimi i bizneseve dhe eksportet dhe investimet e huaja, është shansi që në disa sektor, ta zëm posaçërisht në atë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pastaj të përpunimit të metaleve edhe të drurit, të pijeve dhe të ushqimit, të agroindustrisë, pra, të kemi mundësi për tregje të reja, duke pas parasysh që 1/4 e eksporteve të Kosovës për Gjermani vinë pikërisht në këtu në Nordrhein-Westfalen, ndërka që 1/10 parafërsisht e importeve që i ka Kosova nga Gjermania vinë nga ky land. Po ashtu patë takime u pritet nga kryeministri i këtij landi, po edhe nga përfaqësues të parlamentit të këtij landi. Çfarë u diskutuan në këto takime? Natyrisht e përfituam nga rasti edhe për vizitë në Düsseldorf, ku u prita nga kryeministri i landit Nordrhein-Westfalen, zotri Hendrik Wüst, dhe më pastaj edhe në parlamentin e landit patëm takime në të cilat në përgjithësi u diskutua se si mund të përdoret edhe më shumë mërgata e Kosovës në Gjermani e posaçërisht në këtë land, për të krijuar ura edhe më të gjëra, edhe më të forta sa i përket shkëmbimeve tregtare, arsimore, kulturore e të tjera, dhe për më shumë investime në Kosovë. Unë i falenderova për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë dhe theksova që në mandatin e ardhshëm, Qeveria e Republikës Kosovës do të fokusohet në minjera dhe gasifikim të linjitit, pastaj në hekurudha, në diga, stadiume dhe në Brezovic, e gjithashtu do të kemi edhe një hov të industrisë ushtarake posaçërisht të municionit e të dronëve, pa harruar asnjëherë sistemin dual, i cili e përgadit, e kualifikon fuqinë punëtore për sa më shumë profile, në mënyrë që për çdo diplomë shkolle në Kosovë të ketë edhe një vend pune në ekonomi. A do të ketë konferenca të tilla të ngjashme edhe në shtetet e tjera? Natyrisht që me Gjermaninë është vështirë të krahasohen shumë shtetet të tjera, sa i përket rolit që ka mërgata jonë. Mos harroni që vetëm nga Düsseldorf janë 3 fluturime në ditë, ta zëm, dhe janë me 10 fluturime nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari për në Gjermani dhe Anasjeltas, dhe kjo dy fishohet më pastaj gjatë stinës së verës, pra komunikimi është jashtëzakonisht i dendur, por e kemi edhe Zvicrën, e kemi Austrinë, e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Skandinavinë. Jemi të interesuar që të organizojmë konferenca të këtilla edhe me vende të tjera, me të cilat kemi bashkëpunim tashmë, që janë vende mike, shtete demokratike, por edhe ku ka një pjesëmarrje të konsiderueshme të mërgatës sonë, e cila po e ritheksoj, përveç se remitancët e saj përbëjnë diku afër 1/6 bruto produktit vendor, në të njëjtën kohë ato remitancë nuk po vinë më vetëm për mirëmbajtje sociale të familjeve, e të farefisit, e të miqve, por njëkohësisht edhe po shndrohen në investime të rëndësishme në Kosovë, që shndrojnë mërgatën tonë në shekullin 21 nga një akter social në një faktor ekonomik zhvillimor.
Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.